Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Koalicioni i qeverisës në Maqedoninë e Veriut përfundimisht vendos që provimi i jurisprudencës do të mund të jepet në gjuhën shqipe vetëm pas miratimit të një ligji të ri dhe vlerësimit nga Komisioni i Venecias. Kryeministri Istrem Mickovski kërkoi të përfundojë debati mes ministrit të drejtësisë Igor Filkov dhe zëvendës kryeministrit të parë Bekim Sali në lidhje me kërkesën që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe. Законот ваков како што е не дозволува таков тип на полагање. Јас сум подготвен да тоа го регулираме со закон. Ligji kështu siç është nuk lejon provim të tillë. Unë jam i gatshëm që këtë ta rregullojmë me ligj, dhe jo vetëm për gjuhën shqipe, por edhe për gjuhët e të gjithë popujve që janë përmendur në preambull. Nëse duam që kjo të ndodhë, duhet të bëhet me ligj. Unë jam i gatshëm që të bëhet ligj të dorëzohet në Komisionin e Venecias, nëse ligji është në përputhje me kushtetutën ose jo. Fakt është se kur është bërë ligji për gjuhët, Komisioni i Venecias për pjesën e gjyqësorit dha mendim negativ. Кога е направен законот за употреба на езиците, Венецијанска комисија за делот на правосудството дава негативно мислење. Deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histria Mickovski. Zëvendës kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut Arben Fetaj kërkoi përgjegjësi ligjore dhe institucionale nga ministri i drejtësisë nëse institucionet kompetente konstatojnë shkelje të ligjit lidhur me moslimin e mbajtjes së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ai ka bërë të ditur se në kuadër të procedurave qeveritare dhe institucionale, Agjencia për Zbatimin e Gjuhëve dhe Inspektoriati për Përdorimin e Gjuhëve janë duke shqyrtuar nëse Ministria e Drejtësisë ka vepruar në kundërshtim me ligjin. Nëse konstatohet shkelje, do të kërkohet përgjegjësi ligjore dhe institucionale nga ministri i drejtësisë sipas ligjit për mos zbatimin e detyrimeve të tij, deklaroi zëvendës kryeministri Arben Fetaj. Ministri i drejtësisë i Maqedonisë së Veriut Igor Filkov mbetet të qëndrimit se provimi i jurisprudencës jepet në maqedonisht për të verifikuar njohjen e gjuhës maqedonase. Mbajtja e provimit të drejtësisë në gjuhën maqedonase ka funksion të drejtë për drejtë për kontrollin e përgatitjes gjyqësore dhe profesionale, duke patur parasysh se të gjitha procedurat, vendimet dhe aktet zyrtare në sistemin e drejtësisë kryen dhe merren kryesisht në gjuhën maqedonase dhe me alfabetin cirilik në përputhje me kushtetutën dhe ligjet, shkruan mes të tjerash ministri i drejtësisë i Maqedonisë së Veriut Igor Filkov. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Prokuroria dhomave të specializuara në Hag përfundoi fjalën e saj në gjykatën speciale. Kryeprokuroria Kimberly West tregoi se janë pranuar mbi 5.000 prova, 28.000 faqe transkripte dhe aty paraqitet dëshmia më shumë se 130 dëshmitarëve që dhanë dëshmi brenda 227 ditëve të gjykimit. Në përfundim të deklarimeve, kryeprokuroria Kimberly West kërkoi që të akuzuarve t'u jepet dënimi merituar. Pas dënimit të kërkuar nga prokuroria për ish-krerët të OÇK-s, presidenti Vjosa Osmani theksoi se pavarësia është rezultati i vullnetit të popullit dhe një lufte të drejtë dhe të pastër të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ndërsa krimet e luftës dhe genocidi u kryen nga Serbia. Sipas kreut të shtetit, çdo përpjekje për barazimin e OÇK-s me agresionin serb minon drejtësinë dhe dëmton paqen afatgjat. Kosova dhe qytetarët e saj kërkojnë drejtësi. Lufta e OÇK-s ishte e drejtë dhe e pastër. Kjo e vërtet nuk ndryshohet me tentime për të rishkruar historinë dhe për ta njollosur dhe për të zhvlerësuar betejën e popullit Kosovës për liri, është thirrja e presidentes Vjosa Osmani. Kryeministri Albin Kurti e komentoi dënimin me 45 vite burgim për secilin nga drejtuesit akuzuar të OÇK-s se po injoron plotësisht kontekstin e luftës në Kosovë dhe po përpiqet ta vendosë këtë çështje në një vakum juridik duke shkëputur veprimet nga realiteti i luftës çlirimtare. Kryeministri premtoi se institucionet e Kosovës do të vazhdojnë të qëndrojnë të palëkundura në brojtje të vlerave të luftës çlirimtare dhe të së vërtetës historike, ndërsa nënkryetaria e Kuvendit Albulin Axhiu e komentoi si një përpjekje prokuroriale për ndëshkim politik dhe selektiv ndaj një lufte të drejtë çlirimtare. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përmes rrjeteve sociale shprehet se nuk arrin ta kuptojë logjikën e prokurorisë speciale në Hag për të varrosur të gjallë shkrerët të OÇK-s në zemër të Europës demokratike, ndërsa lideri i Partisë Demokratike të Shqipërisë Ali Berisha komentoi akt akuzën si përsëritje të pretendimeve dhe shpifjeve të propagandës ultranacionaliste serbe, duke i lidhur atë me akuzat e mëhershme për trafik organesh, të cilat ai quajti trillime të fabrikuara. Ndërsa kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla bëri thirrje që të gjithë të bashkohen në protestën e 17 shkurtit me moton drejtësi jo politik që do të mbahet në sheshin Skënderbeu në Prishtinë e që do të jetë po në të njëjtën ditë kur Kosova shënon 18 dhjetorin e pavarësisë.
Bashkimi Evropian dënon arrestimin e fundit nga Serbia të një veterani të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në deklaratën zyrtare thuhet se kjo është një shkelje tjetër e detyrimeve të Serbisë të marrëveshjes për dialogun dhe drejtësinë të vitit 2015. Sipas kësaj marrëveshje, Serbia është zotuar që të mos fillojë hetime penale apo ndjekje penale për krimet që pretendohet se janë kryer në Kosovë, përveçse nëse një gjë e tillë kërkohet nga autoritetet e Kosovës. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani thërret seancën konstituive të kuvendit për 11 shkurt në orën 12. Vendimi u mor pas konsultimit me shumicën e partive parlamentare. Caktimi i seancës u bë një ditë pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi rezultatet e zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025. Kuvendi shkoi në zgjedhjet parakohshme pasi legjislatura e fundit nuk prodhoi dot koalicion të shumicës. Nga nëntëshkurti 2025, si pasojë e mungesës së institucioneve, kuvendi ende nuk ka miratuar buxhetin 2026 e as marrëveshjet ndërkombëtare shumëmilionçe. Krahas saj, deri më 4 mars pritet të zgjidhet edhe presidenti i Republikës. 11 vota për, certifikohet rezultati i zgjedhjeve të parakohshme të mbajtura me datën 28 dhjetor 2025. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikon rezultatin e zgjedhjeve të përkohshme të mbajtur më 28 dhjetor me 11 vota pro. Kryetari i KQZ-s, Kreshnik Radoniqi, vlerësoi se në kushtet kur nuk ka pasur ndryshim të mandateve nga Gjykata Supreme, rezultati mbetet i pandryshuar. Janë parashtruar ankesat dhe vendimet e fundit lidhur me këto ankesa i kemi pranuar sot nga Gjykata Supreme, me çka është hap rruga për certifikimin e rezultatit. Asnjë ndryshim në rezultat të shpallur nuk është bërë nga vendimet që janë marrë lidhur me ankesat, andaj rezultati i lexuar ditën e shpalljes së zgjedhjeve është i njëjti me atë të certifikimit. Në përfundim të certifikimit të zgjedhjeve, vetvendosi listohet e para me 51.1% të votave, ose 57 ulse në kuvendin e Kosovës. Partia Demokratike siguroi 20.19% të votave, përkatësisht 22 mandate. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës fitoi 13.24% të votave, duke marrë 15 ulse në kuvend, ndërsa Alanca për Ardhmërinë e Kosovës mori 5.5% të votave, që sigurojnë 6 mandate parlamentare. Me certifikimin e rezultateve, hapet rruga për konstituimin e legjislaturës së re të kuvendit Kosovës. Ekonomi. Rëndohet perceptimi i korrupsionit në Shqipëri. Në raportin e Transparency International për vitin 2025, Shqipëria pësoi një rënje me 11 pozicione nga 42 pikë që kishte në vitin 2024. Raporti i fundit e vlerëson vendin me 39 pikë, duke radhitur e 80-ta mes 182 shteteve, ndërsa Kosova është vlerësuar me 43 pikë, duke shënuar një rënje me 1 pikë krahasuar me vitin paraprak. Maqedonia e Veriut nuk ka pasur ndryshimin e krahasimi një vit më parë, duke u vlerësuar me 40 pikë dhe duke u radhitur në vendin e 84. Të dhënat që përdoren në hartimin e indeksit mbulojnë format e korrupsionit në sektorin publik, si rushfeti, keq përdorimi i fondeve publike apo përdorimi i funksioneve publike nga zyrtarët për përfitime personale pa u përballur me pasoja. Instituti Demokratik i Kosovës e komenton rënien e luftës kundër korrupsionit nga qeveria me mungesën e stabilitetit politik gjatë vitit 2025. Augenca Kolli nga Instituti Demokratik vlerëson se rënja në indeks paraqet stagnimin në luftën kundër korrupsionit dhe lidhet drejt për drejt me krizën parlamentare pas zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025, e cila bllokoi funksionimin normal të institucioneve, rrjedhimisht zbatimin e reformave të rëndësishme në fushën antikorrupsion. Për herë të parë, qeveria në një mandat të plot nuk miratoi strategji kombëtare kundër korrupsionit. E për më keq, viti 2025 u përmbyll gjithashtu pa u dekretuar kryeprokurori i ri i shtetit, pikërisht për shkak të kundërshtimeve të vazhdueshme nga ana e presidentës, kryeministrit dhe bartësve të tjerë institucional në raport me nominimin e ligjshëm nga ana e KPK-s. Sipas tij, qeveria në detyrë ka vazhduar të marrë vendime me pasoja buxhetore në mungesë të transparencës dhe kontrollit parlamentar. Gjithashtu, vlen të theksohet që ndryshe nga proceset e kaluara zgjedhore, në 2 palë zgjedhjet e vitit të fundit, korrupsioni, përkatësisht lufta kundër korrupsionit, nuk ka qenë ndër temat bosh të programeve zgjedhore të asnjë prej partive politike kryesore. Bota.
Presidenti francez Emmanuel Macron distancoi vendin e tij nga skandali i dosjeve të Jeffrey Epstein, duke argumentuar se kjo ishte një çështje që përkiste më së shumti Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Deklaratën Macron e dha pasi ish ministri i kulturës Jack Lang u dërhoq nga posti që kishte në Institutin e Botës Arabe, pasi prokurorët francezë vendosën të nisnin një hetim paraprak për mashtrime taksat për të dhe të bien, pasi të dy u përmenden në dosjet e Epstein. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.